është psiqike, Po, një kohë shumë shkurt, jam adaptu, kështë që e kam thënë vetës që unë kam arrit që ato, ku po unë kam synimin, edhe do të ndryshoj, do të bëj. Po mas një muaj nuk e kam pas problem. Tash jam krejt në rregull. Diçka një teprit që nuk e ma bon lukti, nuk e bëj. Nuk vazhdoj. Se ushqimi e lunë rolin kryesor, në qoftë se ti shkon palestër edhe nuk man dietë, atëherë rezultatet janë zero. Është shumë e vërtet, shumë e vërtet. Gjithsesi po du më u kthy pak mbrapa në kohë me kuptu sa vite ke qenë ti mbi peshë dhe çfarë ka ndodhur në ato momente kur ti ke marrë këtë vendim kaq të sigurt në vete, edhe gjithmonë me atë synimin që o bëhet o nuk E mbrapa. Po, nuk ka këtim prapa. Kam qenë 10 vite. 10 vite mbi peshë? Mbi peshë, mas shtatzanisë së djalit vogël. Kam qenë 10 vite mbi peshë, e pash që të kisha probleme me unoza edhe me nervi ciatik, sa që kam shku edhe në fizioterapi, po nuk më kanë kryer punë. Pastaj takova rastësisht, shkova të bëj kardio, vetëm kardio, fillova vetëm me kardio, tani ato edhe takova edhe trajnerën e cila, edhe më ka jap një farë lloj mësimi, një farë lloj që nuk mund t'ja dalësh vetëm me këtë. Duhet me vazhdu me tjera, po tani ato angazhova trajnerët, edhe kështu që bashkë ja kemi dalë për 4 muaj, ishte një arritje që kur një se kisha menu. Po, momenti për të rikthyer edhe për ta kthyer në profesion tani si ndodhi. Këtu e lidhim gjithmonë me impaktin dhe normalisht me gjitha ato këshilla, ato informacione që ti ka dhënë trajnera jote personale. Këtu ka qenë edhe trajnerja pak që më ka shtyt muan, se jam një person që e du sportin, përgjithësi, nuk me herët kjo merr edhe me sportet tjera, kur kam qenë ma e re, kam merr edhe me sportet tjera, po trajnerja ishte aja që më shtyti se ndryshimi jam, dhe për një afat kohor shumë të shkurt, me arrit në atë pjesë ku unë sot edhe e shoh veten, kjo ka qenë një mrekulli. Që rrallë kush që do ta bëj, po unë me atë insistimin tam edhe me atë vullnetin që e shisha veten që ku jam edhe ku jam ka dhe ku jam sot që kam ndryshu për një muj kur e kam pa veten që ka nis vetëm ndryshimi, ka nis humbja peshës, atëherë jam ka shumë e lumtur edhe trajnerja Jehona tha ti duhesh me ushtru qitë profesion. Tha se e ki edhe si pasion. Faktikisht e kam si pasion. Thjesht se ka po angazhimin tënd ndoshta shumë të madh për veten fillimisht, edhe normalisht kur ka njëri angazhim për veten, mund të ketë edhe për të tjerët. Po që kjo ka edhe kryesore se unë vetë se ushtresha për vete me trajneren, po kam punu në edhe një palesër, kështu që i motivojsha dhe pjesë ato famnat që vishin pi pesh me ushtru ato, ju jepsha këshilla. Edhe pse nuk isha trajnere, po ju jepsha këshilla. Edhe më ka dëgjuën, aja trajnerja ma bune tha, pësa tha ti nuk shkon me bo qitë profesion, ta kurse e donë.